Imi im do të ishte që njëra nga partitë opozitare të shkon të drejt për drejt në koalicion me vetëvendosjen për të krijuar një shumicë solide shqiptare dhe për ta zgjeruar bazën e si themi kundërshtimit të atyre ideve të cilat ende nuk janë zhdukur nga tavolinat për Kosovën, siç janë krijimi i asociacionit ose edhe ndarja coptimi i saj, coptimi i veriut. Për këtë arsye nevojitet një koalicion, sipas mendimit tim, nevojitet një koalicion më i gjerë, sepse vetëm me një koalicion më të gjerë mund të luftohet më mirë kundër këtyre dy objektivave shumë negative për interesin kombëtar të Kosovës. Se a do të shkoj Limaj apo do të kemi LDH në pushtet, kjo mbetet të shihet, por sidoqoftë unë nuk e shoh zgjidhje në asnjë rrethon që të krijohet një, si të themi, qeveri e opozitës, duke qenë se partia e parë fituese është dyfishi i votave të partisë së dytë. Domethënë, qeverisja e zotit Kurti ka marrë një lloj legitimiteti, qeverisja e tij ka marrë një lloj legitimiteti të ri, andaj shkuarja në opozitë e zotit Kurti me një fuqi kaq të madhe, mendoj që do të jetë negative për proceset